Nuk e di, ditë të vështira mund t'i konsiderojmë këto, apo janë pika kthese? Po, unë them që janë pika kthese, sepse këto ditët e vështira ndoshta janë përsëritje. Rama ka pasur edhe ditë tjera të vështira më përpara, i ka të kaluar me ato xhonglimet e veta, me mbështetjen që ende e ka nga përfaqësuesët Sorosit kudo në Europë, por tani që i ka ikur mbështetja e drejt për drejt amerikane, qartazi po dalin në pa gjithçka që ai ka ndërtuar për gjatë këtyre viteve. Dhe është shënuar ajo kthesa e raporteve, sepse ky është një qëndrim zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse i lidhim bashkë, duket qartazi që ka një fokus të shtuar për Shqipërinë, për atë çka përfaqëson qeverisja e Shqipërisë, çka përfaqëson ekonomia e saj, dhe pse jo dhe politika dhe shoqëria duke përfshirë patjetër dhe drejtësinë, sepse ajo ka marrë shumë debat. Dhe raporti bën një skaner të qartë asaj çka është kjo qeverisje dhe çfarë ekonomie të deformuar ka ndërtuar këtu, duke ndikuar në gjitha sferat më pas të jetës. Dhe unë mendoj, Flavio, që kur një raport që vjen nga Departamenti Amerikan i Shtetit thekson që nuk ka konkurrencë lirë, atëherë është zhdukur parametri kryesor i demokracisë nga pikpamja ekonomike, ekzistenca e tregut lirë, e konkurrencës. Dhe tej raporti tregon qartazi që në krye të Shqipërisë është një qeveri që vepron si një organizatë kriminale. Profesor Luciano, më falni një ndërhyrje. Mund të themi që është raporti i parë që shohim që le të themi nuk është në versionin e raporteve tjera që se mbulonin do të diellin me shosh, po mishin ja hanin, kockën ja ruanin. Ky ja ka bluar kockat praktikisht. Po, nga fillimi deri në fund ai është goditës. Është larguar tashmë ajo tradita e atyre raporteve, e thatë mirë ju, ambig, hermafrodit që kishin brenda interpretime, qeveria interpretonte pasazhe të caktuara dhe opozita mbështetesh në ato interpretime që godisnin ose përcaktime që godisnin qeverinë. Ky është raporti i parë, prandaj unë mbështet atë pyetjen tënde që kishte edhe përgjigjen brenda. Pak a shumë është një moment kthese i zbulesës të vërtetave që tani nuk vinë më me syrin e brendshëm, por vinë me atë syrin e jashtëm ndërkombëtar dhe me një vëzhgues omnipotent, siç janë Shtetet e Bashkuara, dhe ku reflektimet pas këtij raporti duhet të jenë të mëdha, pavarësisht spinimeve që bëjnë media të caktuara pranë qeverisë. Raporti flet hapur për para pista, për pastrim tyre, për korrupsion, për ligje që bëhen me porosi, siç është ligji i investimeve strategjike, dhe për uljen këmbkryq të këtij korrupsioni në çdo nivel ekonomik, por edhe social të Shqipërisë. Pra, më goditës se kaq pastaj duhet ishte një definim vetëm vi ushtria amerikane këtu. Ne kemi si përkufizim që atë që përcaktova më parë, ne kemi krye një organizat mafioze që vepron sipas këtyre parimeve, se është përdorur si klishe kjo, Flavio, dhe ndoshta një fjalë përcaktuese kur përdoret shpesh humbet edhe atë sensin e vet befasisë kur themi organizat mafioze. Po, sepse suksesi i vetë Ramës, por edhe koncepti i tij është i lidhur pikërisht me pastrimin e parave, me bashkëpunimin e tij me organizatat kriminale në mënyrë edhe drejt për drejt, siç e tregoi Aruba, por edhe në mënyrë të tërthort, duke stimuluar vendime ekonomike të tilla që krijojnë hapësira dhe mundësi që këto para të derdhen në ekonominë shqiptare, krijojnë një realitet imagjinar të rritjes ekonomike, por që dukshëm si shpreket varfëron dhe dobëson mirëqenien e qytetarëve. Dhe këtë gjë bën vetëm paraja e pisët, ose paraja që kërkon të pastrohet dhe vjen nga rrugë jo ligjore, që vjen edhe nga kontrabanda, edhe nga evazioni fiskal, dhe gjitha këto para hidhen në një sektor, duke deformuar ekonominë shqiptare, sektorin e ndërtimit. Shqipëria nuk është prodhuese, Shqipëria nuk eksporton në atë masë që duhet të ishte një vend pas kaq vitesh në tregun e lirë. Shqipëria nuk ka aktivitete të manufakturave të mëdha industriale që të jetë konkurruese në treg. Është tërësisht një ekonomi e deformuar dhe mbështetur në lehtësinë e pastrimit paras, sepse
më shpejt një para pastrohet në sektorin e ndërtimit, nuk është se e them unë, e thon specialistët, dhe Rama ka krijuar gjitha këto kushte për ta bërë një gjë të tillë. Dhe kjo lidhet edhe me ligjin e investimeve të goditur dhe me koncesionet që janë goditur në raport. Ligji favorizon klient jo thjesht nga të Shqipërisë, jo klient ndërkombëtar në rastin konkret amerikan, por madje është një ligj që orientohet drejt stimulimit të njerëzve që kanë para kesh, që kanë nga burime kriminale dhe që e pastrojnë në sektorin e turizmit. Gjoja sipas Okelios, kryesore të qeverisë, ajo është e dhënë pas krijimit të një situate turistike të mirë në Shqipëri, gjë që fshet të gjitha këto veprime tashmë të ndriçuara saktë në atë raport. Gjitha ato që janë në raport, Flavio, nuk është se janë teza që kanë qarkulluar në opinionin politik apo mediatik shqiptar. Jo, thjesht duket sikur departamenti i shtetit tani që